Rreth çdo 10 minuta një grua ose vajzë bie viktime dhunës vdekjeprurse brenda një marrëdhënie ose familjeje sipas vlerësimeve të Kombeve të Bashkuara. Vetëm vitin e kaluar rreth 83.000 gra në mbar botën u vranë qëllimisht. Edhe në rreth 60% të këtyre rasteve autori i krimit ishte një antar i familjes ose partneri i tyre. Për krahasim vetëm 10% e vrasjeve kundër burrave kryen nga partner ose familjar. Sarah Hendricks, drejtore e politikave në UN Women, thekson se këto vrasje shpesh janë kulmi i një dhune në vazhdimsi. Ajo fillon me kontroll, kërcënime, ngacmime, përfshirë edhe ato në internet dhe gradualisht mund të çojë në pasoja fatale. Çdo grua dhe vajzë ka të drejtë të jetë e sigurt në çdo aspekt të jetës së saj dhe shtetet duhet bëjnë më shumë për të parandaluar dhunën dhe për të nxjerrë përgjegjësitë para drejtësisë. Shifrat e OKB-s bazohen në të dhëna nga 117 vende. Femicidet, vrasjet e grave për shkak të gjinisë janë veçanërisht të shpeshta në vendet afrikane, ndjekur nga Amerika e Jugut dhe e Veriut, ndërsa shumë femicide ndodhin edhe në vendet aziatike dhe europiane. Shifra relative krahasuar me popullsinë është më e ulët. Një studim i fundit i OBSH zbuloi se mbi 30% e grave në mbar botën kanë përjetuar dhunë gjatë jetës së tyre, duke e vlerësuar numrin e viktimave mbi 840 milion. Megjithatë shumë raste nuk raportohen, pasi viktimat kanë frikë të flasin. Edhe në Gjermani dhuna familjare ka shkaktuar tragjedi të shumta. Vitin e kaluar 308 gra dhe vajza humbën jetën si pasojë e dhunës. Edhe në 191 raste autori ishte partneri, ish partneri ose një antar i familjes. Këto shifra tregojnë qartë se dhuna ndaj grave nuk është fenomen i largët, por një problem real dhe global. Për më shumë se 3 dekada, 25 nëntori kujtohet si dita ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave. Në këtë ditë ndërtesat ndriçohen në ngjyrë portokalli, zhvillohen mitingje dhe aktivitete të ndryshme për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të dërguar mesazhin e qartë. Dhuna ndaj grave nuk duhet toleruar. Kjo ditë është një thirrje globale për veprim dhe solidaritet ndaj viktimave dhe për drejtësi për të gjithë ata që jetojnë në frikë dhe kërcënim.